atëherë në moshë shumë të hershme, unë isha bashkë, kemi qenë shumë të vegjël, unë, Xhani dhe një shoqja jon, edhe vajtëm të bënim nga një tatuazh. Më duket se ka bërë 20.000 lekë të vjetra, Xhani bëri një tatuazh këtu, ajo bëri të shkronja arabe këtu, ndërsa unë, si mes gjuara që isha, bëra 2 zemra mu këtu të gjoksi. Shqyqyr zoti, tatuazhi është fshirë, po në qoftë se e vini re mirë me vëmendje, ka ngelur pak hije. Për disa vite nuk e kisha fare problem që të nxirja tatuazhin, derisa u fillova, u bëra një 23 vjeç, do me thënë e kam bërë 19, u bëra një 23 vjeç, edhe më vinte shumë turp, shumë turp, edhe e bëja me make-up, e mbuloja, po atëre nuk ishte dalë akoma kjo që hiqen tatuazhet me lazer, edhe kishte sjell Olsi Tatu, që është e Byslimshyri, Olsi dhe Olkeri, kishin sjell makinerinë e parë të lazerit dhe momentin që i hoqi qesen, unë isha personi i parë që ka bërë lazer. Kam bërë vetullën, po ta shifni këtu, ka qenë vetulla e vjetër tatuazh. Kam hequr dhe tatuazhin këtu te gjoksi, ja duket pak hija. Edhe me thënë të drejtën, tani kanë dalë lazera të rinj, që janë fare, që nuk kanë dhimbje fare. Këto që kam bërë unë, para kaq vitesh, 10 vitesh po thuajse, ishin shumë të fortë edhe të dhimbnin shumë. Kur më bënte tatuazhin në vetull, sikur më bënte lobotomi në tru, ishte e tmerrshme. Edhe në gjoks, edhe për vetullën kanë bërë një 7-8 seanca, ndërsa për gjoksin besoj se kanë bërë 5 seanca dhe më fshi. Se vetulla ishte nga ai tatuazhi blu, tatuazhi shpifur ordiner. Nisëm, edhe jam shumë e lumtur që e hoqa. Dëshirë do kisha që të kisha hequr edhe këto që kam në duar, për shembull, askush nuk mund ta kuptoj që kjo është një D me rahje zemre, se duket si peshk, edhe këto si halat e peshkut, Qante, Tomi dhe Xheri. Këtu janë inicialet, kemi qenë shok të ngushtë që i kemi bërë Jola, Xhani, Fationa, e kam bërë unë edhe me një infinit që do jemi shok për jetë. Edhe pastaj një budallik tjetër këtu, nuk e di, do me thënë, nuk e di, subhanallah, nuk e di për çfarë drejtë kam bërë unë shenjën e Illuminatit. Ginta Illuminati, what the fuck. Kam edhe një më këtu, me më i nisë emri gjyshit edhe gjyshes time, gjyshit i nistës, se gjyshis jeton më. Pastaj kam edhe një tatuazh këtu, një angjëll, kam me emrin e mamit aty. Kam edhe një tatuazh tjetër, para se të zbres nga makina, po ju a tregoj dhe këta. Këtu kam pas emrin e ishit. Edhe e kemi pas të dy faktikisht, ai ka pas emrin tim, unë emrin e tij. Edhe kur unë ndam, ai më kishte këtu, edhe ai bëri tatuazh Ali Pashte Pelenën, mbulon emrin Genta me Ali Pashte Pelenën. Edhe unë bëra, nga që jam patriote dhe e dua vërtet shumë Shqipërinë, bëra flamurin shqiptar tatuazh. Kam dhe një tatuazh këtu, I love you Toni. Toni është emri vllajt, e ka emrin Elton, edhe babi e ka Driton. Edhe kam bërë një D këtu që është Delta nga greqishtja, D-ja greke, ky trekëndshka. Më falni. Kam bërë edhe Liza Simpsonin këtu. Unë jam shumë e fiksuar edhe i kam shumë qef Simpsons. Kam parë pothuajse çdo episod. Ai po bën që në 88-ën më duket. 88, 2023, nuk po e bëj fare llogarisë se s'dua të dalë si Lulezim Basha, por unë i kam parë të gjitha episodet në internet, në një faqe pirate, dhe vazhdoj i shoh akoma. Edhe më ka pas pëlqyer shumë personazhi i Lisës, edhe më pëlqen akoma dhe sot. Edhe pse tani Lisën e kanë bërë si tip aktiviste, leftiste. Nëse për këtë do flasim për njëri tjetër. Këto janë tatuazhet e mia, njëri më vari lesht se tjetri. Tani po zbret nga makina, po kërkoja çelsin ndërkohë që e kisha hequr.